Kam folur edhe më parë për Akshin. Edhe për drejtorën e Akshit, e cila sot e gjithë ditën ndodhet në arrest shtëpie. Nuk dua të them asnjë fjalë për përmbajtjen e çështjes. Po ditë të them një gjë që ky shtet nuk mund të jetë vendi ku një institucion krenarie kombëtare si Akshi, i ngritur me vite dhe i duartrokitur edhe ndërkombëtarisht, të bëhet shesh për të mbytur psikologjikisht inxhinier dhe inxhiniere, vajza e djem, që me në krye drejtorën e atij institucioni, kanë punuar pa orar, duke bërë punra me një vlerë të jashtëzakonshme. Çfarë duhet të them me këtë? Me që janë bërë të gjitha këto, atëherë nuk duhet hetuar, jo në asnjë mënyrë. E kundërta është e vërtet. Të dyja duhen bërë. Dhe të dyja mund të bëhen. Njerëzit kanë të drejtën të prezumohen të pafajshëm dhe t'u jepet mundësia që të hetohen si njerëz të pafajshëm, deri kur të provohet ose jo fajësia e tyre. Është shumë e thjeshtë. Po sikur Linda Kaçanaj të jetë krejt e pafajshme. Dhe jo një kriminele, pjesë e një grupi të strukturuar, si personazhi që ka krijuar për të nguti, për të arrestuar dhe për ta masakruar me bomba artizanale, tenxhere më tenxhere, duke i vënë në kurriz vila dhe makina, ndërkohë që jeton në shtëpi me qera. Dhe që, siç mora vesh, as nuk e ngjet makinën. Dhe s'ka një tillë. Çfarë fiton pastaj shteti? Dhe çfarë mesazhi marrin ata që duan të kontribuojnë për këtë shtet? Se këtu flasim për shtetin. Për si shteti i garanton të gjithëve lirinë, të drejtën e punës dhe të drejtën e të marrjes vendimeve. Dhe natyrisht garanton të gjithë që cilido që me vendimet e veta realizon qëllime të fshehura, nuk është në asnjë mënyrë i pandëshkueshëm. Po sikur drejtori i Keshit, një tjetër specialist që e kam njohur personalisht dhe menaxher me vlera i këtij shteti. Prej muajsh dhe ai në arrest shtëpie, për arsye që janë krejt paqarta për të vërtetës, tjeri pafajshëm. Kush fitoi dhe kush humbi në këtë mes? Po sikur e njëjta gjë është e vërtetë dhe për të tërë të tjerët. Për 58% të njerëzve që sot janë në përburgje dhe që nuk ju është bërë gjyqi. Se çdo kush është i pafajshëm derisa nuk provohet fajtor në çdo shkallë gjykimit apo jo. Çfarë ndodh sikur të jetë vërtet? Po nga plot e plot të pafajshmit tani që kanë kaluar eksperienca traumatike me prokuror